Përshëndetje, ja ku po takohemi edhe këtë shtunë të kuzhina e bebit. Jeni bashkë me mua Ariana Rokë në radio televizionin Dugagjini. Në pjesën e parë, marrëdhënia prind-fëmijë dhe koha cilësore që kalojmë me fëmijët ka shumë rëndësi në zhvillimin e tyre. Në lidhjen pozitive, ushqen zhvillimi fizik, emocional dhe social të fëmijës. Po si t'i arrijmë apo t'i fitojmë këto marrëdhënie tek fëmijët? Ka shumë mënyra, ndërto është koha cilësore që kalojmë me ta. Për këtë, Alba, një nane 4 fëmijëve, ka zgjedhë që të zhvillojë aktivitete në shtëpi me fëmijët e saj. Ajo ka qindra lojëra në faqen e saj, por edhe punoi dosje me aktivitete për fëmijët në mënyrë që nanat të kenë më të lehtë dhe fëmijët të reagojnë dhe të zhvillohen në të gjitha fushat. Alba mund ta gjeni tek faqja era_mami. Në pjesën e dytë kemi garen që do të jetë Blerina dhe Meltoni, ndërsa në pjesën e tretë do të kemi një recetë nga unë pure për beba, pure apo çollë ndryshe për bebe. Pa humbu shumë kohë, ne falenderojmë sponsorët tanë. Dugagjini Bookstore, libra për fëmijët e për ju të veçantë dhe unik që mund t'i gjeni vetëm tek libraria Dugagjini, tek sheshi Nëna Terezë dhe online në faqet zyrtare Instagram dhe Facebook. Optika Roka me 2 pika në Gjakov, tek sheshi Tom Llantosh, ku për juve kujdeset doktoresha Shukrene Roka, dhe në pikën tjetër në Qendër, ku për juve kujdeset doktor Ermaldita. I gjeni të gjitha brendet e njohura të syzeve optike dhe ato të diellit, si Prada, Vogue, Ray-Ban dhe shumë të tjera. Po ashtu Optika Roka mund të gjendet edhe në Prishtinë në Aktash. Spitali Lindja, spitali më i mirë në vend me përkujdesje maksimale nga gjithë stafi. Mjek specialist që kujdesen për ju dhe shëndetin e fëmijës tuaj. Gjendet në Prishtinë dhe për shumë detale mund të kontaktoni edhe përmes webfaqes së tyre në Instagram apo Facebook Spitali Lindja. Palma me mobiljet më të mira për shtëpitë e juaja apo zyret e juaja. E gjeni në Frejzaj, Pejgjilan, Prizren dhe në Zvicër. Pra Palma i ka mobiljet më të mira që realisht edhe neve na ka bërë këtë studio shumë më të mirë. Shihemi pas pak me pjesën pra më të bukur me Albën dhe fëmijët e saj. Vendosni qëllime të larta. Dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë. Dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg. Është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetojmë me ju. Ne festoj me ju. Ne dashuroj me ju. Palma. Optika Roka. Zgjedhje e përkryer për familjen tuaj, me modelet më të reja dhe ikonike të syzeve të diellit dhe atyre optike për fëmijë dhe të rritur, si shitës zyrtari brendeve botrore Luxotica. Optika Roka me përvojë të dëshmuar shumë vjeçare gjendet në 2 pika në qytetin e Gjakovës, në rrugën Nëna Terezë në qendër të qytetit, ku çdo të martë ofron vizita për pacientët mjeku specialist Ermaldita. Në afërsi të sheshit Tom Llantosh, ku ju pret çdo ditë mjekja specialiste Shukrene Roka. Me teknologji inovative në të mirë të shikimit tuaj. Modelet të reja të brendeve botrore nga Luxotica, vetëm në Optika Roka. Kualitet i lartë, shërbim cilësor. Si jemi më të lirë, jemi më të mirët. Optika Roka. Spitali Lindja, në objektin e ri me staf profesional. Përshëndetje! Sot do ta zhvillojmë një aktivitet nga dosja 2 deri 4 vjeç, që i përshtatet moshës së asjes. Maseci e fikim lapsi, se i lapsë tapsi, i si... Në dosjen
në aktivitete është pjesë edhe një fletë klasifikuese që mundemi me përdorë në çdo faqe për me përdorë disa herë aktivitetet. Ne do ta përdorim edhe sot në një fletë që do ta e plotësojmë sot bashkë me Asjen. Hajde Asja, a zhvillojmë aktivitetin? A do me marker a me laps? A me marker a me laps po don? Me marker. Okej. Hajde. Tash këtu po thot mi përshtat sipas ngjyrës varsët edhe maicat. Hajde, tashti, kjo është varsja e kaltër me maicën e kaltër ki me lidh. Hajde. T'lom Asja. Kjo është varsja e portokallt, ki me lidh me maicën e portokallt. Maica portokallt. T'lomt. Kjo është varsja e gjelbërt me maicën e gjelbërt. T'lomt. Kjo është varsja roz me maicën roz. Hajde. Ku është majica roz? T'lomt. Bravo, Asja. Tashti, këtu kemi bë vijat e drejta. Hajde ta shohim sa mundet Asja mi bë vijat e drejta. T'lomt, edhe këto. Bravo. A ku fillon prej këtu hyj tashti kjo tjetra? Prej këtu, prej këtu. T'lomt. T'lomt Asja. Tashti këtu? A do mi përdor tash edhe një herë? Hajde fshi edhe një herë. Okej Asja, a përdorim edhe një herë? Merrem me fshi me këtë gomën këtu edhe i përdorim. Aktivitetet që gjenden domethënë në këtë dosje ndikojnë në të gjitha fushat e zhvillimit të fëmijës, stimulojnë vëmendjen, përqendrimin, durimin dhe një gjë shumë të rëndësishme që është marrëdhënia prind-fëmijë, domethënë krijon një lidhje prindje me fëmijën gjatë zhvillimit të këtyre aktiviteteve, pasi që një moshë 2 vjeçë kërkon më shumë ndihmë dhe ti qëndrohet pranë, pastaj gradualisht fëmia shkon duke u pavarësuar dhe është në gjendje që ti plotësoj të gjitha aktivitetet Miru pafshim në aktivitetet tjera të radhës. Ju duam shumë. Vendosni qëllime të larta. Dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë. Dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg. Është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetojmë me ju. Ne festojmë me ju. Ne dashurojmë me ju. Palma.
Spitali Lindja, në objektin e ri me staf profesional. U rikthyem në studio, e tash jemi të pjesa më e bukur që është pjesa e garës, ku sot bashkë me mua është Blerina Plana, që është 10 vjeç, por që janë me një klasë bashkë me Maltonin, apo? Mirë se keni ardhur, apo prezantoni pak vetë, cillon shkollë shkoni, çka keni në aktivitet veçantë që bëni përveç shkollës? Për mua një aktivitet i veçantë që bëj përveç shkollës është që shkoj edhe në shkollë të muzikës. Sa mirë, për cilën instrument? Edhe i luj pianos. Super. Cillën klasë je të pianos? Jam në klasën e tretë se kom hi pak vonë, po mirë jam kështu. Po, do me thënë i ki mësua ato të fillimit. Po. Super. Dërsa Maltoni? Malton çfarë pëlqen me bo? Kohën e lirë, atë pëlqen me lexu libra, apo mirësh me ndonjë aktivitet, apo je futboll, basketball? Me futboll, në ma shumë. Pëlqen futboll? Po. Super, që kena me përgatit sot? Me qenë se përbërësi i javës ka qenë spece. Në këtë rast, Maltoni do të përdorë specat të gjelbër, të cilët janë të ëmbël, pra nuk janë të djegës. Ndërsa, Blerina ka me bo një recet me speca të kuq. Për na të regon që keme përgatit, Malton? Unë ka me përgatit speca në ojkë. Po. Do me thonë, kjo receta ka pas mundësi më bëhet edhe me ojk edhe me gjizë, me qenë se nga emaili që e kemi pranu, ka qenë ojk ose gjizë. Po. Super. Këtu i kena 4 speca, 3 vezë, kena vaj krep, magdanos të thot edhe ojk. Qysh ka me qenë procedura e kësaj recete? Kena mi lo specan, Po. kena mi grije, Mi pre. po, Po, super. edhe kena mi vendus Do me thonë, specat kanë më bo në formë të imët. Do me thonë, një kështu se që janë. Po. Super. Mandej? Mandej kemi hyp 3 vezë, edhe kena me mor ojkën, Me përzim me ojke. po, Po. edhe tani në fund kena me jaçi këta farë. Magdanozën e Majdanozën, thot. e thot edhe Edhe kripën mos të harrojë. Do me thonë, kripën i malojë. Super. Po shkojmë të Blerina. Blerina, zemër, apo na të regon procedurën edhe që kime përgatit? Unë kam e përgatit speca të kuq me ojkë, duke shoqëruar edhe me ca qofte. Po. Pikë së pari, për recetën time, na duhet t'i prejmë specat, Po. dhe pastaj të marrim vajin dhe të vendosim në Tek tigani. tenxhere. Po. Por pa e ndezu mikrovalën, ne do t'i grim specat dhe pastaj pasi t'i grim i vendosim aty dhe për një Po në 5 mënyrë që minuta- vaje më smudjeka, po? Për një 5 minuta i rëmë aty të përguhen dhe pastaj e vendosim ojkën. Po. Duke u bërë specat, na kena me gri edhe majdanozën, edhe kena me vendos këto. Po. A kime shtu magdanozin të tigani, apo thjesht kime vendos sipër? Kam me vendosi zbukurim, si dekor. Super. Pastaj, pasi të kryhet speca me ojkë, do të marrim të gjerën tjetër dhe do të vendosim qoftet. Edhe pastaj, pasi A të dhe që më bëhet... tha Blerina, unë ja kom cilë Blerinës 6 qofte. Tha, o, veç 5 në byrë. Kështu që, kena mi vendos 5 qofte, apo? Edhe pastaj kena mi vendos edhe kena mi lënë në forgu për një 2-3 minuta. Po, në të gjitha. Pastaj i vendosim në pjatë bashkë me ojkën me speca dhe për zbukurim vendosim majdanose. Super, më nëzë po pres. Me ju po se si kanë me qenë pjatat e juja. Për ndryshe, çka do që keni nevojë, të dyja anët për ndim, unë jam këtu edhe nuk penalizoheni as njani tek pjesa e juris, ku bashkë me mua sot është Fortuna si gjithmonë dhe Dorentina nga Kupshti Ndërkombëtar, 2 psikologe të cilat unë i vlerësoj dhe i qmaj shumë. Kështu që, nëse keni nevojë për ndihmë, pra mos hezitoni më mëftu, në këtë rast unë pjo ndihmoj fillimisht, a dëshironi mi ndez pllakat tash apo ma ndej masi që i pastroni specat? Masi që i pastroni specat. Okej. Ju mundi me fillu me garë, në ndërkohë na edhe bisedojmë edhe shikojmë që shpushkan receta. Fillimisht, Blerina për merë edhe për pastrojmë specin. Nëse të vynë fasolet, të talo këtu afër, që kemi standardruar. A të pëlqen me përgatitur në shtëpi, Malton?
Edhe që të pëlqen me përgatit ma shumë? A të pëlqen palpetat? Se zakonisht, fëmijëve ju pëlqen palpetat ose topkat. Do më dhoni ndihmoj mamit. Po. Lëm mami për të doni, që pas ke. Hajde tash një maj. Kujdes dorën, nëse ki nevojë, më me të ndihmu të pjesa thikës. Veç kujdes gishtat. Okej. Të këshyrim edhe blerinën. Blerina fillimisht është duke i pastru specat, do më thonë është duke i largu forat, apo? Po. Super. Do më thonë speci është i kuq, mirë po është i ëmbël. Shtu që pa merak. A kemi prej kështot për zgjati? Po, tani i bëjmë atepta. Veç kujdes gishtat, nëse ki nevojë për ndihmë, unë muj me ti prej. Po mirë jam për momentin. Super, të lëmë blerina, shumë bukur. Qa të pëlqen me përgatit në shpe? Mu pëlqen me përgadit gjone si për shembull që skuqen, si për shembull që bopa me motrën teme. A ki motrën matë madhe, matë vogël? Matë madhe, edhe kam dëshirë me bo edhe makarona bashkë me momin. Sa për po mi kujtona, di qa mi kona makaronat. A ti kona qëto shumë si ona? Anë me djath. Të lëndë. Bravo, Malton. Malton, hajtë tregon cilë ekip pëlqena Barcelona a Real Madridi? Real Madridi. Unë jam e Barcelona. Po bëj hajgore, se më duket nuk është Messi aty mo. A është as është? Jo se. Eja nuk më pëlqen Barcelona. Ku është ku Messi? Në Paris. Me Parisin kokna. Të me thonë, 3 specat kena me i prej kështu në këtë forma, po? Po. Që realisht shpesh ka njëherë bisedojmë që se sa janë djemë të mirë në kuzhinë. Shpesh mendojmë që djemë nështë ta nuk ja kanë haberin, mirë po realisht shefat e kuzhinës më të njoftën janë meshkuj. Do më thonë në këtë rast në kalojnë, kanë edhe ma shumë ashtu i bojnë gjonat ma me delikatesë. Mirë po, kemi edhe kuzhinjere të mira se që jam unë. Realisht unë nuk jam kuzhinjere. Mirë po, më pëlqen kuzhina. Bravo, Malton. Klon. Edhe kalon të Blerina. Blerina, atë pëlqen me lexu libra? Po, mu pëlqen me lexu libra. A të pëlqen romanet, apo të pëlqen kështu ndoshta librat me poezi? Mu pëlqen ma shumë me lexu libra me tregime interesante me kafshë, si fabulat. Sa bukur. Shumë mirë. A do ndim? Po, pakas, mu qëto specat. Një hek qëto forat. Vesh të regon që ka të vinë me bo, o në të një maj? Vesh pak më prej që të spesë, ku ka pak më i fort. Po. Ajo mirë? Ajo shushto? Po, mirë. A të bëj edhe këto? Po, faleminderit. Ta bëj edhe këto? Faleminderit. A të qesim të që kjo ena e ki ma shkirë, ma ndaj për me bo edhe specin tjetër. Po. Shto, e lirujmë vendi. Po. Edhe këtu i largojmë. Edhe këtu i largojmë. Super. Që, ti maj. Faleminderit. A do me ta prej edhe këto? Këta më tjetër më me po vetë. Oke, nëse s'munesh, s'ka problem. Një majon. E deri sa fëmijët po përgatisin recetën edhe po filloj me procedurën ta them ashtu të pjesës së fundit ku do të bëhet kërkesa dhe do të bëhet pra në këtë rast të Maltonit do të bëhet kombinimi i vezëve me ajkën dhe në rastin e Blerinës që
do të bëhet aj ka veç me specat, ne përshkojmë në marketing dhe për rikthejmë me pjesën e fundit. Vendosni qëllime të larta. Dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë. Dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg. Është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetojmë me ju. Ne festojmë me ju. Ne dashurojmë me ju. Palma. Spitali Lindja, në objektin e ri me staf profesional. U rikthejmë në studio e tash pasi që i kam përfunduar recetën, Blerina dhe Meltoni. E pyeta Meltonin, thash, apo në më tregu do me thanjen e emrit tënë. Tha nuk e di, po Blerina tha, me qenë se mal, i madh, që është të lidhja, po, recetat po doken shumë të shishme. Mi provu, si kena provu alo, Fortuna pekqyr të dhe pekqyr. Që ta, të ka me të fini që këneja, për na shta që ajo është i matë mirë kompetenti. Të dhe më pekqyr. Dërentina gjithë thë, dy fijatat janë shumë të mira. Okej, api provane. Haj, që bëftë mirë të në lemani mu. Në më tonë nëse ha krek. Qa është të Fortunë? Dërentin ki parasyshë të ti. Kjo vlenat për të dy anët. Që kjo kuka, unë me nejtë këtu me kungër. Që kjo kuka jo që thojnë këqër. I bëftë mirë. Në ale dorën oj Fortunë. Vaj e kone të bëftë mirë. Unë e tojnë një që shpikër të speci. Hajtë, ndrëni pjohat njëherë. Mos merë krysi Fortuna. Shte i burë, po të qëto. Hajtë, sa i gore, po i hash lirë. Para se me kalu tek vlerësimi i juris, pra nga psikologët Dërentina dhe Fortuna, unë po të regoj edhe njerë si procedurë të cilën e ka përgatit Blerina.
Fillimisht ka vendos vojën në një tigan, i ka kalu specat për fërgesë. Pas fërgesës ka shtu ojken dhe ka bo këto si ojk me speca, fërgume. Mandej në një tigan tjetër ka fërgu edhe qebapat edhe kështu që ka përgatit recetën ku në fund ka shtu majdanas të fras. Po, gjithashtu ki pas edhe pak krep. Ndërsa Meltoni e ka pas recetën po thuaj se të ngjashme në aspektin e fërgesës, ku fillimisht i ka fërgu specat, mandej ka përzi vezën dhe ojken edhe i ka shtu të pjesa e specave, në fund ka shtu magdanos të tharë. Ju lëm. Në ndërkohë, po presim. Vlerësimin nga Joria. Fillimisht do ashtë mi thonë të deve mazi që të tregun që janë shumë klasës. Po. Nuk dhe të mu i dhunë njëni me tjetën, se kjo është Jo, një përse garë. këta dhëtë shumë energji pozitive, për s'po do që janë ashtu. Normal që në garë E njëri njetë fitan. njerës sfidohet me gjërat të ndryshme, apo si për shembull në shpesh sfidora me Torentinën, me Fortunën, vinë ma nxojnë venën, se që kjo që kjo ishull është i jemi, po. Vinë, shto ka njerë që me po. Kesh mëj. Edhe? Për mu sa të garën e fitan Blerina, jo që Maltoni nuk e ka pas recetën të mije të sheshme, ka pas shumë të sheshme, po pak diferencë për bën Blerina, nështë për shkak të mishit, pjep një shije shumë të sheshme edhe specat e Moj me një mjët, ani që shdosh. Edhe për mu Blerina sa të fitan. Okej, rregull. Edhe për mua të dy pjatat shumë të mira. Kesh të thotë që për tu fillo dhe për mua Blerina, për ko je nisoj motër ka dolen, kalzona një. Edhe për nga po mja të dy pjatat shumë bukra. Po bre, dyja i kanë servu shumë bukër. Edhe shien, se të dyjat e patën shien shumë të mirë. Për mua dhe mu vëm pak dalim mishi me kombinim me speca dhe me ajk. Po, na shqiptarë dhe pa mish, po mdo këtë nuk e bojmë heq. Do të më shtin me një. Do më thonë shqiptarë dhe mishi të pandashëm. Kështu që sot e fitojnë garën Blerina. Ku i fitojmë në mes Blerinën dhe Meltonin? Melton, ti realisht sot e ki fitu një dhuratë nga Optika Roka, që janë syzat, mirë po unë kom e ti dërgu me post, sepse ka qenë gabimi jam që si ku marrë me veti. Kështu që para se më shku, ma lena adresën a dhe të vi nesër në shpe. Obo, faleminderit shumë, unë jam shumë e sigur që receta jote është shumë e mirë, masi që ti nualim që të gjërive të ne japën tonë. Blerina zemër, faleminderit shumë. Ishte shumë e mirë, më ke knaqë të folë, o zëtë, më ke shkri, shumë e mirë. Kështu me gjithë një bëne hareshme. Shumë e mirë. Inshallah do vi u shkon jeta që shtu me hare, me senet bukra, pozitive, që shini ju edhe ju vetë edhe që na jep një energji shumë të mirë. Urime ty fitoria, zamër ty të presirave tjera. Faleminderit shumë Fortuna, faleminderit shumë Torentina që ma lësoni gjithmonë këtë pjesën e përzgjedhjes, me qenë se nuk është pjesë e lehtë. Ne shihemi vetëm pas pak me pjesën e tretë që jam unë me një recetë. U rikthejmë në studio për të përgatitur recetën për sot. E sot recetën e kam zgjedh edhe unë me spec. Arsyeja pse e kam zgjedh me spec, të jetë si recetë, është që shpesh nga nënat më pyesin nëse mund t'ja ofroj një bebe 6 muajshe apo 7 muajshe. Atëherë, nëse specën e ofroni tek fëmijët në 1 vjeç, rekomandohet që të zihet dhe pastaj të qërohet. Pasi që fëmija mbush 1 vjet, kjo procedurë nuk ka nevojë të përsëritet, pra për fëmijët mbi 1 vjeç, pra për me e largu ose me qëru këtë pjesën e spicit. Kështu që fillimisht po ndezim pllakën. Ju realisht mund të kaloni në një tigan, mirë po unë me qenë se po ta një gjezve më të thellë, më të madhe, po e bëj sa për procedurë që t'ju tregoj juve. Pra specat fillimisht janë pastruar dhe i vendosim për zirje. Së bashku me patatën e ëmbël. Atëherë, pse do i rekomandoja këtë recetë apo këtë kombinim, është që patatja ëmbël akoma më shumë e ndreq shijen e specit tek fëmijët dhe po ashtu në momentin që ju do ta bluani atë si pure, do jap si një pure apo krem, që mund të themi edhe si një pire me patate, mirë po që në mbrëtësi ka spec dhe vlerat ushqyese janë të mëdha. Atëherë, kjo koha përgatitjes do të merr 12 minuta, pra derisa patatja e ëmbël të zihet.
Në momentin që shifni që patatja e ëmbël është zbutur, atëherë thjesht i kaloni në një procesor dhe e formoni purën. Ne po kalojmë pak marketing dhe rikthehemi për ta përfunduar recetën. Vendosni qëllime të larta. Dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë. Dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg. Është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetoj me ju. Ne festoj me ju. Ne dashuroj me ju. Palma. Optika Roka. Zgjedhje e përkryer për familjen tuaj, me modelet më të reja dhe ikonike të syzeve të diellit dhe atyre optike për fëmijë dhe të rritur, si shitës zyrtar i brendeve botrore Luxottica. Optika Roka me përvojë të dëshmuar shumë vjeçare gjendet në 2 pika në qytetin e Gjakovës, në rrugën Ana Terez në qendër të qytetit, ku çdo të martë ofron vizita për pacientët mjeku specialist Ermal Dida. Në afërsi të sheshit Tom Lantosh, ku ju pret çdo ditë mjekja specialiste Shukrene Roka. Me teknologji inovative në të mirë të shikimit tuaj. Modele të reja të brendeve botrore nga Luxottica, vetëm në Optika Roka. Kualitet i lartë, shërbim cilësor. Si jemi më të lirët, jemi më të mirët. Optika Roka. Spitali Lindja, në objektin e ri, me staf profesional. U rikthejmë në studio për ta përfunduar recetën. Pra, siç ju tregova, kohë që realisht kjo recetë merr është 10 deri në 12 minuta derisa patatja e ëmbël të zihet. Në rast se ju përgatisni specin veçmas, atëherë do të thotë përgatisni apo e zini thjesht vetëm për 5 minuta. Kështu po e vendosëm në një blender apo procesor, në mënyrë që ta kthejmë në pure. Bër. Edhe një sqarim tjetër të vogël, që edhe kur e përgatisni me patatën, në këtë rast me patatën e ëmbël specin e largoni më herët, në mënyrë që të mos i humbas të gjitha vlerat. Kësaj recete është mirë, kësaj pure është mirë që të shtohet edhe të shër ose ndonjë lloj drithri, që kjo si recetë të plotësohet akoma më shumë me vlera ushqyese. Pra, kjo është receta sot për babushët që mund të shrihet që nga 7 muaj e gjys, vetë se dallimi ju të përdorni një lugë tjetër, pra një lugë silikoni, në mënyrë që të mos i vrisni mishat e dhëmbëve të bebit. Pra, kjo është purja për sot për bebin, që është spec me patate të ëmbël. Kjo ishte receta për sot, uroj që babushave të juaj t'ju pëlqej kur ta përgatisni për fëmijët. Ne i falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit të emisionit për sot, ku falenderojnë Albën, që kishte bërë disa aktivitete me vajzat e saj, të cilat besoj do ju ndihmojnë edhe juve të realizoni në shtëpitë e juaja. Falenderojmë gjithashtu edhe Garusit dhe falenderoj vetëm për recetën për sot. Ne shihemi të shtunën tjetër me receta të reja dhe me të ftuar tjerë. Deri atëherë, mirupafshim.